kjo është si një dogmë tashmë politike e njohur. Kush është më i forti? Po, për momentin më i forti në politikisht në Kosovë është vetë Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendose. Edhe për shkak të problematikave apo për shkak edhe të gabimeve që kanë pasur disa prej grupimeve politike apo ish drejtues të qeverisë së Kosovës, dhe në këtë moment vetë zoti Kurti, duke pasur një aftësi narrative më të fortë dhe një artikulim gati më të ashpër se kundërshtarët e vet, ka arritur të fitojë një terren. Duhet kuptojmë që tashmë unë shikoj në këto momente LDK-n me një lëvizje e cila mund të sjelli më shumë pikë apo mund të rrisi një imazh të saj në Kosovë, duke qenë se edhe lëvizja e fundit e zotit Abdi Xhiku që afroi pranë familjes ku e ka ideuar zoti Rugova djalin e tij, një PR shumë i fortë, dhe duhet kuptojmë që të paktën informacionet që kam unë është kërkuar dhe nga lëvizja Guxo që të ketë një takim pranë familjes Rugova dhe nuk janë pritur, të paktën në këto informacione që kam unë. Duhet shikojmë që largimi i Memdi Krasniqit dhe rikthimi i zotit Hamza, kjo ka pasur edhe një lëvizje në Drenas ku nëpërmjet Ali Ahmetit ne kemi pasur mundësinë që t'i jenë bërë bashkë PDK-ja e Drenasit dhe zoti Ladrovsit bashkohet përsëri me PDK, që është një lëvizje domethënëse, nuk është lëvizje e cila do të tregoj sepse gjithmonë betejë më të mëdha në lidhen qytetet më të mëdha, sepse aty zhvillohet politika, aty zhvillohet jeta ekonomike, dhe por gjithashtu edhe fakti që pavarësisht investimit madh që pati zoti Kurti në Prishtinë, LDK-ja me zotin Rama arriti ta mbante Prishtinën edhe pse vetë zoti Kurti u investua fortësisht që ta mirte gjithë këtë apo kryeqytetin e Kosovës. Në anën